Sot në Universitetin e Shkodrës Luigjë Gurakuqi u zhvillua konferenca studentore dedikuar inteligjencës artificiale dhe zgjidhjeve inovative për të ardhmen. Rektori i Universitetit Toni Gjuraj theksoi rëndësinë e zhvillimit të kërkimit shkencor dhe përfshirjen e studentëve në projekte inovative që lidhen me inteligjencën artificiale dhe transformimin digjital. Për herë të parë studentët nga të gjitha fakultetet dhe disiplinat bashkohen në një platformë të përbashkët debati, dialogu, kërkimi shkencor dhe inovacioni, duke ndërtuar ura bashkëpunimi përtej kufive tradicional të fushave të studimit. Në një kohë kur bota po transformohet me ritme të shpejta nga zhvillimet teknologjike dhe inteligjenca artificiale, tema e kësaj konference, mendjet e së ardhmes, zgjidhjet e zgjuara me inteligjencë artificiale, merr një domethënie të veçantë. Ajo na ofton të reflektojmë mi rolin qyterit, kërkimi shkencor dhe mendimi kritik kanë në ndërtimin e shoqërisë së nesërme. Studentët prezantuan punime dhe ide të tyre mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në fusha të ndryshme. Studentët duke qenë se po e përdorin më fort inteligjencën artificiale, atëherë e kam menuar se si me e bë, për shembull, në më të lehtë për studentët për sa i përket pjesës së rregullores së universiteteve e këta. Unë kam bërë për të mirën e studentëve, për shembull për rregulloren e këta, që pse do të lexoj një faqe komplet PDF, edhe nxënësit me i pyetje shumë të thjeshtë që ata mund të bëjnë, do ta nxjerrin vetëm pjesën që ata preferojnë më shumë. Dhe kemi prezantuar sot një chatbot universitar, pra një prototip, një demo, se si mund të funksionon në të ardhmen një chatbot universitar dhe që studentët mund të konsultojnë sa herë që kanë pyetje dhe mos të kërkojnë gjatë në site web dhe në faqen web të universitetit dhe të mbesin pa informacione duhur. Metodat, mënyrat se si informacioni sot konceptohet, se si duhet të merret, është shumë e ndryshme nga më përpara. Aktiviteti u vlerësua si një hap i rëndësishëm në forcimin e kulturës kërkimore dhe inovative në universitet.